Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku pite tigani të mbushura me djath ose siç mund të quhen ndryshe edhe kuleç të vegjël të mbushur me djath brenda. Kjo është një recetë e thjeshtë, shumë e shijshme dhe mund ta përgatisni për mëngjeset tuaja e sidomos për fëmijët, pasi me të vërtetë i pëlqej shumë. Mund t'i përgatisni që fëmijët t'i marrin edhe me vete në shkollë. Është një ndër ato receta që në familjen time është përgatitur gjithmonë. Në fillim i kemi shijuar nga duart e gjyshes dhe më pas nga duart e mamit, dhe tani unë i gatuaj për familjen time. Le të nisim tani pa humbur kohë me përgatitjen e recetës, një recetë që nuk kërkon shumë përbërës dhe që përgatitet shumë thjesht. Në fillim do të përgatisim brumin për kuleçët. Për brumin në një tas unë kam shtuar pak majat të freskët, ose në vend majasë freskët mund të përdorni edhe majat të thatë. Më pas në tas do të shtojmë edhe një gotë e gjysmë me qumësht. Qumështi duhet që t'jetë pak i ngrohtë. E trazojmë mirë qumështin me majan në mënyrë që majaja të tretet plotësisht. Më pas në tas do të shtojmë edhe kripën, sipas shijeve tuaja. Do të shtojmë gjithashtu edhe një lugë çaj të vogël me sodë buke. I trazojmë të gjithë përbërësit dhe në fund fare do të shtojmë edhe mielin. Për këtë recetë unë kam përdorur rreth 3 gota me miell. Kam përdorur të njëjtën gotë që kam përdorur edhe për qumshtin, edhe për mielin. Në këtë recetë unë kam përdorur edhe maja, edhe pak sodë buke, pasi në këtë mënyrë më besoni që kuleçët apo pitet e mëngjesit bëhen me të vërtetë shumë të shijshme dhe shumë të mira, siç do ta shikoni edhe në fund rezultatin. Pasi i përzejmë të gjithë përbërësit mirë, do ta punojmë mirë brumin me duar, në mënyrë që të përfitojmë një brum që nuk na ngjisin duart në fund. Brumi duhet që të jetë i butë. Mos harroni që ta punoni brumin disa minuta me duar në mënyrë që kuleçët të bëhen sa më të mirë në fund fare. Dhe pasi brumin e keni punuar mirë, tani e vendosim në një tas, të cilin e lyejmë parë me pak vaj, dhe aty do të vendosim edhe brumin. E mbuloni brumin me një kapak dhe e lëmë që të pushojë në temperaturë ambienti për të paktën 30 minuta. Pasi brumi ka punuar për 30 minuta, brumin më pas e ndajmë në kuleç jo shumë të vegjël, pra në kuleç me madhësi mesatare. Edhe më pas, secilin nga kuleçët që kemi përgatitur do t'i hapim siç e shikoni edhe në video. Duke përdorur pak miell, i hapim me një tërhollës. Mund ta bëni këtë proces edhe me duar, por kur i hapni me tërhollës, petët hapen në mënyrë të njëtrajtshme. Dhe pasi petët i hapim me një madhësi pak a shumë sa pëllëmba e dorës, pra jo shumë të trasha dhe as shumë të holla fare, tani petët do të fillojmë t'i mbushim me djath, siç shikohet edhe në video. Unë kam përdorur djath picash, mund të përdorni çfarëdo lloj djathi që keni dëshirë, mund t'i mbushni edhe me gjizë apo me përbërës të tjerë nëse keni dëshirë. Pasi i mbushim me djath, siç e shikoni edhe në video, tani petët i mbyllim duke u dhënë atyre formën e një gjysmë hëne. Më pas u mbyllim mirë pjesët anësore duke pasur parasysh që mbushja të ngelet brenda pites. I mbyllim mirë pjesët anësore, qoftë me një pirun ose qoftë edhe me duar, siç kam vepruar edhe unë në këtë rast. Mbylljen e bëni sipas dëshirës suaj, por siguroni që t'i mbyllni mirë në mënyrë që gjatë skuqjes së tyre në vaj
Mbushja me djath të mos dalë jashtë piteve. Dhe kështu procesin e përsërisim derisa të përfundojmë të gjithë pitet që kemi përgatitur. Kur pitet i kemi gati, tani në një tenxhere apo tigan që nuk ngjit, do të hedhim vajin dhe e vendosim në zjarr mesatar derisa të fillojë të nxehet. Në momentin që vaji ka filluar të nxehet, do të shtojmë aty një nga një edhe pitet apo kulecët që kemi përgatitur, duke lënë që të skuqen në zjarr mesatar. Gjatë momentit që pitet apo kulecët skuqen, mund të shtoni sipër me një lugë nga pak vaj, siç e shikoni edhe në video. Kulecët i skuqim mirë nga të dy anët, në mënyrë që të marrin atë ngjyrën e bukur të skuqjes, dhe më pas kulecët i heqim nga vaji dhe i kemi gati për t'i servirur. Në këtë mënyrë u garantoj që kulecët nuk thithin fare vaj, janë me vërtet shumë të shijshëm, fryen si balon dhe janë shumë të butë. Provojeni në këtë mënyrë dhe jam e sigurt që keni për t'i pëlqyer shumë, si ju ashtu edhe fëmijët tuaj, një ide e mirë edhe për t'i marrë me vete në punë apo edhe në shkollë për fëmijët tuaj. Kjo është edhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju, shpresoj shumë që të ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se herë në kanal postohen recetat e reja. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës, deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.